Ajo bërtiti. Por askush nuk dëgjoi. Zhurma e ujit që përpinte gjithçka ishte më e lartë se zëri i saj. Krahët rahin në boshllëk. Sytë hapur. Dhe Era. Era nuk ndihmoi. Ai ishte vetëm një fëmijë. 7 vjeç. Shumë e vogël për atë digë të gjerë. Shumë e madhe për të vazhduar të injorohet. Qeni pa. Askush tjetër. Vetëm ai. Isha shtrirë në shkëmb, i qetë. Por kur ajo ra, ai u ngrit. Veshët drejt. Zemra e tij e dinte. Ajo luftoi. Bluza tashmë ishte zhdukur. Flokët i ishin ngjitur në fytyrë. Dhe këmbët nuk e preknin më fundin. Ai vrapoi. Ai kërceu pa menduar. Ai as nuk shikoi anash. Askush nuk e dërgoi. Askush nuk pyeti. Por ai e dinte. Ai e dinte që ajo ishte e tija. Ishte e gjitha që kishte. Dhe ajo e dinte gjithashtu. Ata ishin takuar një muaj më parë. Ajo po qante pas shkollës. Ai u shfaq me një puth të lënduar dhe u ul pranë saj. Ai nuk lehte. Thjesht qëndroi. Që atëherë, ata nuk janë ndarë kurrë. Ajo mbante bukë të fshehur në çantën e shpinës për të. Ai priste çdo ditë te porta. Unë fjeta në trotuar. Unë po shikoja. Edhe në ditët me shi. Dhe tani, ajo po fundosej. Dhe ai notoi. Uji ishte i ngrirë. I ndyrë. Por ai arriti tek ajo. Ai kafshoi bluzën. U përpoq të tërhiqte. Ajo ishte e dobët. Por ai i pa sy. Dhe ndaloi së rahuri. I besuar. Po bëhej e butë. Ai notoi me forcë. Putrat që presin ujin. Hunda mezi dukej. Por ai nuk e lëshoi. Derisa u shfaq buza. Marzhi. Ai dha gjithçka. Forca e fundit. Dhe ai tërhoqi. Ajo ra për tokë me forcë. Sytë e mbyllur. Gojen e purpurt. Ai lehoi. 1, 2, 3. Askush. Ai ja lë piu fytyrën. Përsëri. Dhe përsëri. Ai e shtypi hundën pas gjoksit. Ai priti. Asgjë. Ai u shtri në krah. Trupi i tij po dridhej. Por ai nuk u largua. Pak minuta më vonë u shfaq një peshkatar. E pa skenën. Vrapova. Ai bërtiti. Ajo mori frym. I dobët, por merrte frym. Qeni nuk lehte. Sa po shikova. Me sy plot me gjëra që askush nuk mund t'i shpjegoj. Atë ditë të gjithë e dinin. Por askush nuk e kuptoi se si. Vetëm ai e dinte. Sepse që nga fillimi ajo ishte e tija. Dhe ai ishte i saj. Pas asaj dite ajo ishte ndryshe. Unë qëndrova më i qetë. Më shumë ndalesa. Duket sikur ishte ende në ujë duke u fundosur brenda. Doktori tha se kishte nevojë të pushonte. Nëna e saj qau fshehurazi. Babai, i cili mezi vinte në shtëpi, filloi të mbërrinte më herët, por ende nuk dinte çfarë të bënte. Por ai e dinte. Qeni. Unë qëndrova aty, i ngjitur pas saj. U shtriva në dysheme pranë shtratit. Natën, nëse ajo lëvizte, ai ngrihej. Kur ajo kollitej, ai lëpinte krahun. Nëse dikush fliste me zë të lartë afër, ai do të rënkonte butësisht. Askush nuk e dërgoi. Ai thjesht e bëri. Emri i tij ishte Tobi. Por ajo e quajti atë djali im. Ajo nuk fliste shumë më, vetëm me të. Ajo i përshpëriti diçka në vesh, butësisht. Ndonjëherë ajo buzëqeshte anash kur ai vinte hundën në këmbë. Ishte sikur vetëm ai e kuptonte. Dhe vërtet ishte. Kur vinte koha për të ngrënë, ajo e pranonte vetëm nëse ai ishte afër. Kur jati u përpoq ta çonte përsëri në shkollë, ajo i kapi Tobit qafën dhe nuk e lëshoi. Një ditë ajo u ul në verandë dhe shikoi vetëm qiellin. Dielli shkëlqente lehtë në fytyrën e saj. Ai u shtrite këmbët e saj dhe shikoi në të njëjtin drejtim. Të dy qëndruan aty të qetë, por sikur po bisedonin brenda tyre. Kishte diçka në sytë e tij. Një lloj kujdesi që asnjë kafsh nuk mund ta mësoj. Ishte çështje shpirti.
Lagjja filloi ta vinte re. Ky qen duket si një njeri, tha zonja te porta e përparme. Duket sikur ti ndjen gjithçka që ajo ndjen, tha një tjetër. Dhe vërtet e bëra. Nëse ajo ishte e dobët, ai as nuk do të hante. Nëse ajo qeshte, ai vraponte nëpër shtëpi si I çmendur, sikur të festonte brenda. Ai ishte mburoja e saj, jastëku I saj, roja e saj, miku I saj. Bota e saj u bë më e vogël pas mbytjes, por Toby u bë e gjithë bota e saj. Shkolla telefonoi dhe e pyeti se kur do të kthehej. Nëna tha së shpejti, por askush nuk e dinte. Trupi I saj dukej mirë, por zemra e saj. Zemra e saj dukej sikur kishte mbetur e bllokuar atë ditë në atë ujë. Ajo ëndërronte për liçenin. U zgjova I frikësuar. Dhe ajo u qetësua vetëm kur e nuhati. Kishte një natë kur ajo qau në heshtje, duke menduar se askush nuk mund ta dëgjonte. Por ai dëgjoi. Ai u ngjit në shtrat pa I thënë askush dhe u shtri pranë saj, me hundën që I prekte fytyrën. Ajo flinte e qetë. Ditën tjetër, babai I tij u përpoq ta çonte në oborrin e shtëpisë. Ai tha që qend nuk duhet të flenë në dhomën e gjumit. Por ajo qau. Ai qau me ngashërim. Toby qëndroi. Askush nuk e preku më. Ishin dy prej tyre, por dukeshin si një I vetëm. Edhe pa e kuptuar se çfarë po ndodhte, Toby e ndjeu tashmë. Ndjeva se era nuk ishte e mirë. E ndjeja në aromën e saj, në mënyrën se si lodhej lehtë, në heshtjen që bëhej më e fortë çdo ditë. Por ai qëndroi. Gjithmonë ka qenë kështu. Ajo filloi të lodhej nga çdo gjë. U ngjita dy shkallë dhe ndalova. Luajta pak dhe pastaj doja të shtriesha. Nëna tha se ishte thjesht dobësi, se do të kalonte. Babai nuk tha asgjë, por shikimi I tij ishte gjithkohës I shqetësuar. Por ai ishte I pari që e ndjeu. Toby. Ai nuk largohej kur nga ana e saj për asgjë. As për të pirë ujë. As për të vrapuar në obor, siç bëja më parë. Kur ajo kollitej, ai bëhej vigjilent. Nëse ajo dremiste për një kohë të gjatë, ai I prekte hundën për të parë nëse ajo ende merrte frym. Atë javë, ajo kishte ethe. I lartë. Ai po dridhej në shtrat, syt I ishin të zbehë. Nëna vendosi një copë të lagur në ball dhe u lut butësisht. Babai ecte para dhe mbrapa. Toby, jo. Toby qëndroi aty, I vendosur. I shtrirë në anë të shtratit. Ndonjëherë ai ngjitej lart dhe mbështetej në gjoksin e saj, sikur donte ta ngrohte. Në mëngjes herët, ajo murmuroi emrin e tij. I shkurtër, pothuajse pa forcë. Djali im. Ai ja lë piu mjekrën. Ngadalë. Sikur të thoshte, unë jam këtu. Të nesërmen, babai I saj e çoi në spital. Duke vrapuar. Qeni u përpoq të hipte në makinë. Ata u përpoqën ta mbanin, por ai kërceu, gërvishti stolin dhe le sikur më parë. Babai e mbylli derën. Toby qëndronte në mes të rrugës, duke parë makinën të zhdukej. Ai nuk ka ngrënë gjithë ditën. As mëngjesin tjetër. Do të shtriesha në trotuar duke parë portën. Duke pritur. Kur makina u kthye vonë në pasdite, ajo ishte edhe më e dobët. Në krahët e babait. Koka u përkul. Toby vrapoi, u hodhte porta, u përpoq të hynte. Babai e hapi atë. Ajo, edhe pse e butë, buzëqeshi kur e pa. Ai ngriti krahun dhe tha, ai është këtu. Nëna qau përsëri. Brenda në shtëpi, ajo qëndroi në shtrat. Ai mezi foli. Por Toby nuk u largua nga ana e tij. As për të fjetur. Ai vazhdonte të dëgjonte tingullin e frymëmarrjes së saj. Nëse ndalonte për një sekond, do të prekte hundën. Kisha frikë se do të humbisja. Një ditë, ajo po flinte dhe filloi të djersiste shumë. Trupi po dridhej. Nëna kishte shkuar në treg, babai nuk ishte aty. Toby vrapoi te porta dhe I leu fqinjit. Ai le me zë të lartë. Ai vazhdonte të shkonte para dhe mbrapa, duke u përpjekur të tregonte se diçka nuk shkonte. Fqinji hyri brenda. Ai e pa vajzën të lagur në shtrat, me sytë që I rrotulloheshin prapa. Ai thiri për ndihmë. Ai e thiri nënën e tij. I ruajtur. Dhe e gjitha sepse qeni. E dinte. E dia para të gjithëve.
Mund ta nuhasja trishtimin. Pesha në ajër. E dija që ajo po ecte pak nga pak. Dhe ai bëri gjithçka që mundi për ta ndaluar atë. Askush nuk e mësoi si ta bënte këtë. Ai thjesht e donte. Ishte dashuria e tij që nuk e linte të qetësoj. Ishte dashuria që e bënte të kuptonte gjithçka, edhe pa thënë asnjë fjalë. Dhe atë natë, kur ajo u kthye përsëri nga spitali, ajo i kaloi dorën mbi hun dhe tha butësisht, nëse një ditë nuk zgjohem. Rri këtu, në rregull? Ai i mbylli syt. Sikur të thoshte po. Ajo nuk ngrihej më nga shtrati. As për të dalë në balkon. As për të përqafuar Tobin. Ai ishte shtrirë në dy sheme, pikërisht pranë buzës. Koka kthehej gjithmonë nga ajo. Hunda shumë afër dorës së saj të vogël. Kur ajo flinte, ai nuk flinte. Do të shtrihesha aty, zgjuar, duke dëgjuar frymëmarrjen time. I shkurtër. I dobët. Pothuajse i zhdukur. Atë javë, babai qëndroi në shtëpi gjatë gjithë kohës. Nëna nuk ndalonte së qari. Ata po prisnin diçka. Ata thjesht nuk thanë çfarë. Por Tobi e dinte. Mund ta nuhasja. Në peshën e dhomës. Mënyra se si e shikonte tavanin sikur po shite një vend tjetër. Ajo nuk kishte më forcë as të buzëqeshte. Por kur e pa, sytë e saj ende shkëlqenin. Pak nga pak. Por ata shkëlqenin. Një ditë ajo e thiri për të fjetur. Me një zë të dobët. Eja këtu lart, djali im. Ai u ngjit ngadalë. Ai u shtri në krah. Ajo e përqafoi. Ata qëndruan aty për një kohë, pa folur. Thjesht duke marrë frymë së bashku. Ai e vendosi hundën në ballin e saj, shumë lehtë. Sikur e dinte që ishte hera e fundit. Atë natë, ajo filloi të rënkonte. Shumë qetë. Nëna e dinte tashmë. Babai ja mbajti dorën. Dhoma ra në heshtje. Tobi ishte shtrirë te këmbët. Por her pas here ai ngrihej, i afroi fytyrës së saj dhe kthehej përsëri. Nuk do të lëshoja pe. As për një minutë. Frymëmarrja e saj u ngadalësua. Më shumë hapësirë. Dora nuk shtrëngohej më. Ajo thjesht pushoi, e ftohtë, si për çarçafit. Tobi e shtypi hundën atje. Ai i mbylli syt. Nuk lëvizi. Herën e fundit që hapi syt, e shikoi. U desh pak kohë. Por ai puliti syt. Ai e kuptoi. Ajo i mbylli syt. Nuk u hap më. Nëna bërtiti. Babai uli kokën. Tobi nuk lehte. Ai nuk qau. Thjesht qëndroi. U ndal. Atje. Me të. E shtrim për tokë më pas, por ai u kthye. Ai kërceu mbi shtrat. Ai u shtri pranë trupit të saj. Duke u përkulur. Siç ka qenë gjithmonë. Askush nuk pati guximin ta merrte. As infermierët. As shtëpia e varrimeve. Ai qëndroi aty. Gjithë natën. Derisa të lindë dielli. Siç e pyeti ajo. Nëse një ditë nuk zgjohem. Rri këtu, në rregull? Dhe ai qëndroi. Arkivoli ishte i bardhë. Shumë i vogël. Plot me lule. Kisha ishte e mbushur plot. Njerëz që nuk u shfaqen kur në jetë, shkuan atje për të parë fundin. Nëna nuk mund të duronte. Babai shikoi në hapësirë. Askush nuk dinte çfarë të thoshte. Ata vetëm qanë. Por ai. Tobi. Ai nuk qau. Isha atje, ulur pranë altarit. Me shikimin e tij të fiksuar mbi të. Ende. Pron. Kishte njerëz që donin ta nxirrnin që andej. Ata thanë se nuk ishte vend për kafshë. Por babai i saj tha jo. Ai është familjar. Arkivoli mbeti i hapur për një kohë. Ajo kishte veshur fustanin e saj të preferuar të vogël blu. Me kukullën në anë. Ato flokë të lidhura anash si në ditët e mira. Tobi u afrua ngadalë. Askush nuk e dërgoi. Askush nuk telefonoi. Ai shkoi vetëm. Me kokën poshtë. Me një hap të ngadaltë. Ai u ngjit 2 shkallë për në altar. Ai i vendosi putrat mbi arkivol. Shikoi thellë brenda.
Ishte kështu. Unë dal. Dridhet surati. Pastaj a I bëri një tingull të çuditshëm. As lehje. As nuk qaj. Ndihej si dhimbje e pastër. Një nga ato që nuk bën zhurmën e duhur. Thjesht shtrydh. Njerëzit ndaluan. Gjithçka u shua. Ai e vendosi hundën sipër gjoksit të saj. Ishte kështu. Minuta. Duke marrë frym atje. Pastaj u përpoq ta nxirrte kukullën me gojë. Ngadalë. Sikur donte ta nxirrte që andej. Sikur donte ta merrte me vete në shtëpi. Baba I saj qau me të madhe. Nëna ra në gjunjë. Tobi e lëshoi kukullën. Ai u shtri pikërisht aty. Në dyshemen e altarit. Përpara arkivolit. Dhe nuk doli. As kur foli prifti. As kur filluan të mbylleshin. Ai nuk e la të shkonte vetëm. Në Vareza, ai shkoi me makinë në prerin e të atit. Në funeral, ai qëndroi në buzë të gropës. Ai shikoi derisa ra lulja e fundit. Kur të gjithë filluan të largoheshin, ai qëndroi. Ai u shtri në tokën e freskët. Dhe aty qëndroi. Edhe me erën. Edhe me të ftohtin. Edhe pse nata po afrohej. Ai u ngrit vetëm kur një flutur e bardhë fluturoi sipër tij. U ndal te hunda e tij. Dhe ai u largua. Ai shikoi qiellin. Qëndroi kështu për një kohë. Dhe pastaj, me hundën e mbuluar me dhe, ai eci ngadalë për t'u kthyer në shtëpi. Pa nxitim. Asnjë zhurmë. Por të gjithë ata që e pan ndjenin të njëjtën gjë, ajo ishte. Por ajo nuk ishte vetëm.